Çfarë është saktësisht të mballa pjekurisë, një informacion i përgjithshëm, pse quhet kështu dhe pastaj futemi në analizë dhe çfarë duhet të bëjmë. Saktësisht, dhëmbja e pjekurisë është sistemin dhëmbor të organizmit të njeriut që plotëson të gjithë formatin dentar. Në përgjithësi dhe standarde është që një njeri ka 28 plus 4 dhëmbë, dhe këto të katra janë tetat, ose i që themi dhëmbët e pjekurisë, dhëmballat e pjekurisë. Janë dhëmballat e cila që në fillimet e tyre paraqesin probleme, dhe problemet janë të shumë llojshmërie për faktin sepse vetë pozicioni i tyre që shtirë në këndin e mandibulës dhe hapësira për dalë është më vogël, dhe si e tillë edhe mundësia për të dalë është më vështirë që jep komplikacione. Zakonisht këto komplikacione janë në bazë të moshës 15 vjeç, që fillojnë me procedurat e riorganizimit të daljes nga trupi i mandibulës, janë shqetësuese për faktin sepse japin probleme në disa lloj formatesh, mund ta themi, për shembull. Në adoleshencë ato probleme të mëdha japin për faktin sepse prishin gjithë sistemin dhëmbor.